para se trupat e Hamasit me u fut brenda teritorit Izraelit për me realizu para syve të krejt botës, pothuajse live, njënën për masakrave më të mërshme të shekullit 21, gjendja politike e sigurisë në rripin e Gazës është kon stabile. Nuk është kon perfekte, po thëmë është kon stabile. E çka menojnë me këta? Ka pas qeveri, ka pas sistem të shkollimit, ka pas sistem shëndetësor, ka pas ndihma humanitare, në vlerë prej miliarda euro. Krejt këto janë kontrolluar nga Hamasi, organizat kjo që është kon edhe ushtri, edhe qeveri në atë territor. Për Hamasin tash është mirë me fol në kohën e shkume. Prandaj po them, është kon Hamasi. Në mëngjesin e hershëm, datës 7 tetor, mira ushtarë të kësaj organizate i kanë shpërthy telat gjembur dhe çfarëdo pengesi që e kanë nda Gazën me Izraelin, edhe kanë dalë në jug të Izraelit, afër kibucit Beri, atje ku mira tri po e gdhinin mëngjesin me ritmin e muzikës tekno. Pa ndonjë pretekst, ushtarët e Hamasit kanë fillu me vra pa dallim, burra, gra, pleq, fëmijë, gra shtatë zona. Për as sa ka zgjat ky thriller, janë masakru brenda disa orëve rreth 1200 njerëz e janë kidnapu rreth 200 tjerë. Kidnapumit pastaj janë dërgu për ekspozit në për rrugët e Gazës, ku janë ekspozu si trofet luftës në për ato teritore. Qashtu trehun, dhunum, dëzhveshun, para se gjithashtë të dehumanizum. E gjithë bota po i shikonte me mos besim këto zhvillime në Gazë dhe në Izrael. Me mos besim po i shikonte këto ngjarje edhe Izraeli e qeveria këtij shteti. E para, Izraeli nuk po mundte me besu që sistemi i tyre i sigurisë ka deshtu në formë kaq spektakolare sa me leju me u fut mira njerëz brenda shtetit tyre, me i vra qytetarët e tyre në mënyrë të papengume edhe ata me u kthysh nëse mirë në Gazë me disa pengje. E dyta, me siguri aparati i sigurisë në Izrael e ka pyet veten me habi nëse pjesëtarët e Hamasit ishin të vetëdijshëm se çka kanë provoku me këtë akt. Kushdo që ka menu që ditët, javët, mujt e vitet në vijim kanë me konë business as usual, nuk ja ka pas haberin jetës. Nuk ja ka pas haberin as zhvillimeve në lindjet mesme. Hamasi ka vendos me atë akt me prish status quo, e cila po i garantonte aty në menaxhim të lirë të një territori siç është rripi i Gazës, kurse autoritetit palestinez një menaxhim deri dikun të lirë të bregut perëndimor. Situata para 7 tetorit nuk është kon e bukur si në filma, megjithatë është kon e jetueshme. Me 7 tetor, Hamasi e ka bo ato që në sha njihet si gambit, pra është kon një farë gambiti Hamasit, me shpresën që me ndryshu dinamikën politike në lindjet mesme. Izraeli u pat zotu që ato dit që përgjigja ka me kon asisoj, që kur dikush në të ardhmen, ka me u të ndu pe ideve tila që menduna, ka me menu 2 herë, para se me vendos me këcy gardhin e me dalë në Izrael. Sot jena me 5 tetor të vitit 2025, pra kanë kalu pothuajse fiks 2 vjet për masakrës. Në parim, Hamasi ka pas drejt. Ajo masakër e ka ndryshu përfundimisht lindjen e mesme. Mirë po jo në favor të Hamasit e jo gjithaq në favor të palestinezëve. Në 2 vitet e funit, forcat e Izraelit i kanë vrarë mbi 60.000 palestinezë në rripin e Gazës, mbi gjysma civil e prej tyre shumë gra fëmijë. Gaza është shndru në një rënoj totale, ku është e pamundun me u paramendu jeta, ani pse sot e kësaj ditje atje jetojnë rreth 2 milion banor, dëzhveshën, turitun, të raskapitun, dermu, të rritun për jetës. Pas 2 vjetëve luftime, Hamasi në trysnin e Turqisë, Egjiptit, Katarit i ka thonë po marrëveshjes 20 pikëshe të paqes të prezentume nga Donald Trump në Shtëpinë e Bardhë. E çka parashe kjo marrëveshje? Kjo marrëveshje parashe shumë më pak se sa që palestinezët dhe Hamasi
kanë pas para se me kry masakrën e tetorit vitit 2023. Arab dhe tërsht janë pajtu që Hamasi me u qarmatus, që Hamasi me hek dorë nga qeverisja në Gazë, që ky territor me u administru për një trupe ndërkombëtare e cila në kryt bordit ka me pas presidentin Trump. Pas 2 vjetëve, pyetja që duhet me shtru është kjo, aja vlejti kjo luftë. Kush fitoj e kush hupi. Shumë pak veta kishin me pyet kush ka pas drejt. Shumë veta fysin kush ka fitu. Hamasi është organizata fundit mi tuk që ka drejt morale me u anku për vrasjen e civilëve në Gazë, sepse ata e fillun saktësisht këtë luftë të i vrot civil. Shqipna a kena një thonjë të bukur që i ke shku Hamasit shumë. Ka shku shyta me i morbrinat, i la dhe vesht. Hamasi ka provu për ma shumë e hupi edhe ato që e ka pas në dispozicion. Kontrollin dhe menaxhimin e Gazës. Përveç dhimbje, ky duhet me u marrë edhe si mësim prej kujdo që provon me qut e poshtë kafshatën më të madhe se sa të nxëngoja. Lindja mesme po doke që është në prag një paqeje, që para 3 viteve kërkush nuk e ka pa të ardhur. Për shkak të kësaj lufte, tash e kena një Iran që është i dobësum, përfundimisht. E kena një Hezbollah pothuajse ta zgjesum. E kena një Liban të ndëgjushëm. E kena një Siri të ndryshume. Kurse vendet arabe dhe Turqia të gëzum që çdo gjë po merr fund, qoftë edhe kështu qysh mori fund. Sponsorët videove të mia janë Mobisim, është Farmacia Riga, është Kafe Pavin, edhe është Jysk Kosova.